Selam aleikum, hoq, thot, çka mendon për vajzat e reja që kanë dalë prej rrugës së Zotit? Aleikum selam rahmetullah. E neve si besimtar duhet bëjmë dua për vajzat e reja, për djemtë të ri, për veten tonë, për çdo njeri në fytyrë tokës, sepse ne jemi këshillues që kemi gajle gjithë se cilën njeri, normal duke fillu nga vetja jonë, familjet tona, rrethi ma i ngushtë duke u zgjeru e kështu me radhë. Neve nuk kemi as gjykatës, neve nuk kemi as po thom kritikues sa jemi këshillues. Na dhimbse gjithë se cilën njeri që largohet nga rruga e Zotit, por nga ana tjetër themi elhamdulillah ka hajër. Ka hajër në këtë ummet, ka hajër në këtë popull. Nëse ka vajza të reja ose djemë të ri që kanë vrejtje në çështje të fesë, prap ata inshallah janë që dojnë Zotin, që nëse ju flasim si duhet, sa duhet edhe çysh duhet, po besoj që kanë më kthy në rrugt të Allahut edhe me i kry ibadetet, adhurimet. Por mos harrojmë se kemi edhe djemë dhe vajza shumë të hajrit në këtë ummet, pra ky ummet gjithmonë ka hajër. E jona është që atëherë kur shohim diçka të keqe, të mundohemi ta largojmë me këshilla, me fjalë të mira dhe edukative. Na e luajmë rolin e këshilluesit, asësit të gjykatësit apo të policit.